Kandidati i Partisë Socialiste për Bashkinë Shkodër, Besmir Lesha, zhvilloi një takim të veçantë me zonjën Sabahet Lishi, një emër i njohur për kontributin e saj të gjatë në jetën ekonomike dhe shoqërore të qytetit. Gjatë bisedimit, kandidati Besmir Lesha u shpreh se zonja Sabahet ka dëshmuar ndër vite përkushtimin jo vetëm në fushën e biznesit, por dhe në mbështetje të kauzave qytetare dhe zhvillimit të Shkodrës. Ta më një ideal qytetar, edhe kur e mora vesh ju kandidoni për Partinë Socialiste, thash sa bukur. Ky është modeli që i duhet Shkodrës. Ky është modeli që i duhet parlamentit tonë. Frymari mu fut atje, sepse ja vlen. Ashtu si ki emrin për mu jemër Besmir. Kështu që të uroj o Zot që ti jesh edhe zaj fuqishëm atje, edhe për rinin shkodrane, se ti e din që ka nevojë më motivu. Edhe vlerësoj shumë edhe konsideratën, edhe më motivoni edhe më shumë me kanë qoftë se ka hapësi edhe më i mirë ka shi qytetarëve të Shkodrës, se realisht i kena të mirë edhe është qytet me çdo të mirë që i ka dhënë edhe Zoti, po edhe njerëz që janë. Ashtu si të kam një këty, gjithmonë edhe djalit i thoshe, nuk njiten për i herë, nuk njitesh në sukses me ashensar, duhet mu njit në shkallë. Edhe ty të kam mjek, me vëmendje, gjithmonë shkallët e suksesit i ke arrit vetë. Në këtë qytet edhe bravo. Takimet të tilla reflektojnë frymën e bashkëpunimit dhe respektin që po ndërtohet në të gjithë aktorët e rëndësishëm të komunitetit në funksion të një të ardhme më të mirë për Shkodrën.